Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në episodin e ri të Paradigmës. Në jetën tonë të përditshme, në diskursin publik, por edhe në diskutimet e ndryshme që ne i bëjmë në shoqëri, shpesh e dëgjojmë fjalën zhvillim. Mbase shpesh fjalën, konceptin zhvillim e ndërlidhim me zhvillimin ekonomik, nga që si tok fjalësh shkon. Më së shumti, mirë, por çka në esencë zhvillimi? A kemi menduar ndonjëherë se çfarë do të thotë zhvillim? A është zhvillimi thjesht lëvizje nga pika A në pikën B, që motohet që jetë një lloj hapërimi, një ndryshim gjendjeje, apo në një kuptim më filozofik, zhvillimi a është kalimi nga potencialiteti në aktualitet, nga ideja në konkretësi, apo zhvillimi ka të bëj me hapjen e mundësive ku njeriu, individi, subjekti krijon, zhvillohet dhe këto mundësi i zhvillon për të avancuar mirëqenien e tij. Zhvillimi mund të jetë transformim, mund të jetë progres, po mund të jetë edhe i pakufishëm, mund të ofrojë shumë mundësi të pafundme. Kemi zhvillim ekonomik, zhvillim kulturor, zhvillim social, kemi të fjalë të ndryshme që i bashkangjitet, i japin karakter këtë rast fjalës që i bashkangjitet, po në rastin ton shtrojmë pyetjen se a është për shembull veç zhvillimi të individi, një çështje qendrore që neve na preokupon, a kemi zhvillim kulturor, çka do të thotë në të vërtetë zhvillimi është i lidhur detyrimisht me ekonominë dhe me qenien materiale, apo zhvillimi është vërtet diçka që ka të bëjë me dinjitetin, njeriun dhe hapërimin e tij, si themi, në kohë dhe hapësirë. Për diskutuar për këtë temë, sonte me mua është Blerind Idrizi, eksperte për politika publike dhe zhvillimore. Mirë se na erdhe, Blerind. Faleminderit zoti Latifi. Kënaqësia është e imja. Është një temë shumë e gjerë, ndoshta në kuptimin tonë të përditshëm, fjala zhvillim është shumë e familiarizuar, normalizuar, po për ju si një eksperte, çfarë do të thotë zhvillim? A është gjendje, a është ideal, është një gjendje perpetuale? Çfarë do të thotë në thelbin e saj zhvillimi? Çdo gjë ka dhe një aspekt personal. Ashtu siç ju thatë, ne jemi mësuar, po jemi mësuar në mënyrë të veçantë në këto 3 dekadat e fundit. Po thuajse mbi 3 dekada. Që ka bërë më shumë se 3 dekada. Unë personalisht fjalën zhvillim jam njohur me të në shtator të vitit 1993. Kur kam filluar punën me organizatën e Oxfamit. Ajo ka qenë, si thua, eksperienca ose përballja ime e parë me zhvillimin, konceptin e zhvillimit, por si çdo gjë që ka një fillim, zhvillimi nuk fillon as vitin 90, dhe as në vitin 2026, as në vitin 1900, por çdo shoqëri njerëzore ka njohur zhvillimin në formën apo në një formë apo në një mënyrë tjetër. Të përcaktuar nga individ apo të përcaktuar nga në formë kolektive, këto janë pjesë e zhvillimit të shoqërisë dhe historisë njerëzore. Por në formën moderne, ai është i ri, do të thoja. Ndërsa si fjalë, dhe unë preferoj të shkoj tek fjala, për të kuptuar nga vim, për herë të parë shfaqet diku në rreth shekullit 17 në Francë, development, dhe që do të thotë, natyrisht në shqip do të thotë zhvillim. Po çfarë do të thotë? Ai ka si synim të tregojë diçka të re që lind. Është e formuar nga një bazë e latinishtes vulgare, pra latinishtes jo klasike, latinishtes që flisnin njerëzit e zakonshëm, edhe që i referoheshin si vulgu, po kuptohet që neve sot nuk mund të referohemi vulgu se ka kuptim derogativ, dhe do të thot volupare, ose në latinishten klasike volvere, pra që lëviz për të nxjerrë në pa diçka të fshehur. Edhe në Shqip
është e njëjta gjë, sepse parashtesa zh kupton largim, përmbysje, pra përmban veprim. Ndërkohë që vill, po e heqim prapashtesën im, e cila është prapashtesa formuese, vjen nga vill, vjell. Interesant. Dhe në kuptimin e saj parsor të hershëm, etimologjikisht do të thotë të nxjerrësh jashtë. Diçka që lind, që shfaqet, nga e brendshmja del jashtë. Pra, si shohim, gjuha shqipe është te jetë e pasur, dhe gjutarët tanë ka në qenë kreativ mjaftueshëm, mendoj për ta përdorur, për të gjetur në rrënjët e gjuhës shqipe, në mënyrat e saja të pasura të fjalë formimit, të krijojnë fjalët që u përgjigjen ekuivalenteve të tyre në koncepte teorike dhe filozofike të teorive që apo filozofive dhe koncepteve që krijohen nga mundjet e ndritura në vende të tjera të botës, ose gjatë gjithë periudhës së historisë së njerëzimit. Natyrisht që ecën, domethënë ka një lloj zhvillimi vetë si fjalë që i referohet për kufizimeve nga më të ndryshme, derisa vim në vitin 1902, që neve e gjejmë për herë të parë zhvillimin që i referohet zhvillimit ekonomik. Përsa i përket zhvillimit, unë thash që si koncepti i zhvillimit si një kornizë e sofistikuar, komplekse, geopolitike, ajo formohet në ditët e fundit të luftës së dytë botërore, me krijimin e institucioneve të Bretton Woods, që është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, me mandatet e tyre të qarta ku njëri, pra FMN-ja, duhet të krijojë balancat dhe të merret me politikat monetare për të nxjerrë gjithë vendet nga kriza e pas luftës dytë botërore, dhe Banka Botërore për t'ju bashkuar dhe për t'u udhëhequr proceset e rindërtimit dhe zhvillimit ekonomik. Natyrisht, në vitin pas, dhe kjo ndodh në 44, në 45-46 ne kemi fillimin e krijimit të agjensive të Kombeve të Bashkuara, pra vetë Kombet e Bashkuara, dhe njëkohësisht kemi dhe shumë organizata jo qeveritare, humanitare të asaj kohe që ishin krijuar gjatë luftës së dytë botërore për të ndihmuar, siç ishte Oxfami, Catholic Relief Service, shërbimet katolike lehtësuese, World Vision, Caritasi, të tëra këto ju bashkangjitën proceseve të zhvillimit. Por në këto fillimet e para, i vetmi plan që mund të quhet katërcipërisht i mirë menduar për zhvillimin është plani Marshall. I cili është modeli, faktikisht, që neve kemi ndjekur gjithmonë në ndërhyrjet apo në kundër përgjigjet që ka ndodhur në konflikte në botë pas viteve 45, duke u nisur nga fakti që ka qenë një model i suksesshëm. A ka qenë gjithmonë i suksesshëm, i replikuar në vende, në kontinente të ndryshme? Natyrisht që jo, dhe unë do ta shpjegoj më pas pse jo, pse modelet të shtojnë. Por unë dua të ndalem pak me qenë se emisioni juaj, programi juaj ka të bëjë me paradigmën. Dhe zhvillimi ka njohur disa paradigma që nga viti 45 e këtej. Faza e parë që daton nga viti 45 deri në vitet 60, deri nga fundi viteve 60, domethënë deri nga 68-a, 69-a, përkufizohet ose njihet si periudha e parë ose periudha e post luftës së dytë dhe periudha e luftës së ftohtë. Kjo për arsye sepse përkon me mbarimin e luftës së dytë dhe me fillimin e luftës së ftohtë, pra përplasje midis perëndimit dhe vendeve të kampit socialist të asaj kohe. Do ta sqaroj për veten time fillimisht. Ti po thua që Evropa u shkatrua, shkak të luftës së dytë botërore. Rusët edhe jo vetëm Evropa, sepse lufta e dytë është edhe nazi. Edhe nazi, po tani me që po flasim këtu brenda kontinentit. Dhe plani Marshall
erdhi ta dizajnoi Evropës sipas një modeli amerikan. Apo kuptoj mirë? Nëse është fjala për zhvillimin tani. Në fakt, nuk ishte krye kaput për gjithë Evropën, po plani Marshall kryesisht u fokusua tek Gjermania. Dhe jo pa arsye, natyrisht ato investimet e planit Marshall e prekën Francën, Italinë, gjithë vendet që ishin prekur nga lufta e dytë botërore në Evropë. Por fokusi ishte te Gjermania për arsye se duhej një investim sa ekonomik, po aq edhe strukturor në superstrukturën, pra institucionale të Gjermanisë, si një vend që kishte shkaktuar 2 luftra botërore në më pak se 50 vjet. Pra, a lidhet me industrinë, me që e rivitalizon industrinë plani Marshall? Po patjetër, sepse plani Marshall ishte kompleks. Nuk ishte një përgjigje e veçuar. Aty kishte ndërhyrje politike, ndërhyrje në superstruktur, pra në rikrijimin e institucioneve të ish Gjermanisë naziste. Dhe pastrimin, le të themi, nga ideologjia naziste. Dhe gjithë burimet që kishin çuar në atë lloj ideologjie dhe deri në ardhjen në pushtet dhe gjithë makabritetin e shkaktuar në emër të nazizmit. Ishte gjithashtu kulturore, sepse nuk ishte ngelur as edhe një qeliz e shoqërisë gjermane, pra e strukturës dhe superstrukturës, në qoftë se marrim borxh konceptet filozofike të strukturës dhe superstrukturës, nuk ishte ngelur asnjë aspekt, asnjë qeliz e shoqërisë gjermane që nuk ishte prekur nga ideologjia e nazizmit. Dhe kjo përfshinte edhe elitën. Plani Marshall ka pas një prapavi kulturore. Po patjetër, kishte edhe një prapavi kulturore. Po mos harrojmë që kjo prapavia kulturore nuk ishte e menjëhershme. Jo që në vitet e para. Fillimisht ka hyrë ushtria, pastaj. Po, edhe jo vetëm ajo, po kishte edhe një lloj le të themi një lloj nuk do ta quaja represion, po një lloj qëndrimi tejet të fortë ndaj qytetarëve, po edhe gjithë shoqërisë gjermane, sepse shiheshin si bashkëfajtor në atë që kishte ndodhur, me eksepsione të rralla, sepse ne e dim, domethënë, ato që unë nuk e dija. Sa herë që viheshim përpara provave apo fotove apo provave se çfarë kishte ndodhur gjatë luftës së dytë, qoftë në kampet e përqendrimit, qoftë në fushat e betejës, qytetarët gjerman, edhe ata më të thjeshtë thoshin ne nuk e dinim. Dhe besoj që këtu fillon dhe ajo që ne nuk e dinim nuk është më justifikim dhe që kemi ardhur në kohët tona moderne që qytetari nuk mund të thotë unë nuk e dija. Individi nuk mund të thotë nuk e dija. Atëherë ti duhet të pranosh që je një individ i cili në mënyrë të vullnetshme ka pranuar të jetë ignorant, dhe ignoranca nuk është as bekim, as justifikim për të mos u sjellë si qytetar. Ti ke zgjedhur për të qenë dhe ti ashtu. Dhe por të kthehemi tek komenti juaj tek kultura. Pak diku aty nga 47 nga 48 aleatët e kuptojnë që intervenimet, ndërhyrjet ekonomike dhe të ndërtimit të institucioneve tjera nuk mund të bëhen pa kulturë. Po flasim për Gjermaninë, sido që t'ishte. Gjermania gjatë në periudhën nga 1900 deri në 1945 është vendi më i shkolluar në Evropë. Dhe të lësh jashtë aspektin kulturor, pra ushqimin shpirtëror, të transformimit të individit në një vend që prodhon një elit kulturore, shekull pas shekulli, që i kontribon kulturës botërore, jo vetëm asaj gjermane dhe evropiane, do të thotë mos kuptosh dinamikën e një popullit tërë. Pra, do me thënë, ai zhvillim ishte i mangët.
Po, kështu ishte kuptuar zhvillimi në fazën e parë, në atë që quhet pas luftës së dytë dhe në periudhën e luftës së ftohtë, sepse kemi parasysh që në këtë periudhë fillojnë acarohen, krijohen tensionet, mbaron dashuria, le të themi, midis aleatëve, pra forcave anglo-amerikane dhe franceze dhe atyre të ish bashkimit sovjetik dhe ushtrisë kuqe, dhe fillojnë acarimet. Dashuria e shprehur në Jalt fillon të marrë formë, të ndahen zonat e influencës dhe prej këtej të fillojnë dhe acarimet deri të cilat reflektohen me ndërtimin e murit të Berlinit në mes të Evropës, po flasim vetëm për Evropën, ë? Ndërkohë, nga se karakterizohet kjo periudhë e zhvillimit? Kjo periudhë e zhvillimit karakterizohet nga ndërtimet, sepse Evropa është e shkatruar, po jo vetëm Evropa, unë thash edhe Azia, po kryesisht Evropa fokusohet në rindërtim, në investim, në arsim, në kulturë. Megjithatë, kjo është një periudhë, do të thoja, që për te Evropës fillon të marrë jetë edhe në kontinentet e tjera, në mënyrë të veçantë në Afrikë dhe në Azi, sepse përkon me periudhën e dekolonizimit. Pra, që për vitit 1956, ku kemi Marokun të parin që drejta popullit për vetëvendosje, dhe atëre vit pas vitin e kemi gjithnjë më shumë vënde që dalin nga kolonializmi anglez, francez, belg, dhe fitojnë pavarësinë e tyre dhe fillojnë të krijohen shtete dhe marrin formë dhe kombet e këtyre shteteve. Megjithse këto formime duhet kemi një gjë parasysh, që mënyra se si përcaktohen kufit e tyre nuk përcaktohen në format etnike, por ngelen gjithmonë xhepa të konflikteve që na shoqërojnë edhe sot. Dhe liderët e tyre zakonisht liderët politik bëhen ish liderët ushtarak të cilin kishin bërë ato revolucione dhe në vend të zhvillimit të lirë të popullit, zhvillohen ca diktatura. Zhvillohen disa diktatura. Deri në vitet e 90-ta, bile 2000-ta. Dhe pa marrë parasysh këtë, ne shohim që edhe me këto përpjekjet ku vendet e dekolonizuara nuk janë as pak të qeta, sepse fillojnë luftra civile, përpjekje për puçe, stabiliteti politik është shumë i brisht. Pavarësisht nga kjo, kemi periudhën që investohet dhe fillon industrializimi. Natyrisht nuk fillon industrializimi kudo, karakteristik për vendet ish koloniale industrializimin e shohim në vendet e Azisë lindore, dhe natyrisht në Japoni, edhe pse nuk ishte vend i dekolonializuar, se Japonia ishte perandori, ishte ndërhyrja për krijimin për krijimin e industrializimit dhe për nxjerrjen e Japonisë nga situata e post luftës dhe krijimin e Japonie të re demokratike. Me të njëjtën synim si me në Gjermani. Edhe pse Amerika kishte bombarduar Japoninë. Edhe jashtëzakonisht keq, sepse kemi hedhjen e 2 bombave atomike në Nagasaki dhe Hiroshima. Që natyrisht duhet kemi parasysh një gjë që nuk besoj se do ta hidhin bombën atomike në Evropë. Po, sigurisht. Edhe këtu kemi një lloj racizmi. Pra, zhvillimi i kësaj periudhe nuk është i zhveshur as nga racizmi, as nga të mos kuptuarit e dinamikave në terren. Po nuk duhet ta parë në mënyrë naive këtë. Dhe nuk duhet ta pranojmë që ishte një zhvillim i mirë dhe për të gjithë. Tani, shoqëritë e zhvilluara, a janë shoqëritë e industrializuara? Për shembull, ne kemi industrializimin edhe të Rusisë pas revolucionit të kuq. Po, nuk merrej kur asnjëherë shembull i zhvillimit të Rusia krahas Evropës, për shembull. Qysh nuk merret edhe sot e kësaj dite? Mirë, industrializimi natyrisht që ndihmon zhvillimin. Po. Mjafton të marrim shembullin e Kores, edhe të Japonisë. Premisat me cila që ato i Koreve. Po. Premisat të cilat shtyjnë në zhvillim të Koresë së Jugut dhe të Japonisë janë shumë të ndryshme nga premisat që
shtyn në industrializim vendet tjera në të njëjtin korpus gjeografik. Pelg gjeografik, sepse për shembull Korea e Jugut i bashkangjitet zhvillimit për të vetmen arsye ose me një arsye iniciuese dhe kjo ishte terrori ideologjik, sepse kishte dalë nga lufta e Kores dhe lufta e Kores 53-56 i ndan të dy Koret, Korenë e Veriut që mbetet nën frontin ideologjik apo kampi socialist në një farë mënyre, dhe Korea e Jugut që ngelet nën ndikimin amerikan ose nën zhvillim. Dhe ajo e shikon zhvillimin dhe industrializimin, se deri atëherë Korea ishte një vend i prapambetur agrikulturor. Dhe madje në qoftë se i referohemi memove të para të USAID-it të asaj kohe, Korea e Jugut referohej si një vend, si një grop e zezë pa fund, dhe që ishte totalisht e pa shpresë. Dhe madje dhe një nga ekonomistët më të shquar të asaj kohe dhe sociolog dhe mbështet dhe arkitekt i zhvillimit, Myrdal, me komsi suedeze, është dhe nobelist, ai ishte skeptik ndaj zhvillimit të Kores, me premisat që kishte dhe me parametrat aktual që kishte. Dhe kjo i referohet periudhës 56 deri në fillim të viteve 60. Megjithatë, Korea e Jugut arrin të tejkaloj të tërë skepticitetin qoftë ekonomistëve më shquar dhe atyre që ishin të dëshiruar për të parë zhvillimin e Kores. Por modeli i Kores nuk do të thotë që ti mund ta replikosh kudo, sepse është tejet specifik për Korenë. Mos harrojmë që në këtë periudhë, Korea kishte edhe një kërcënim tjetër, rritjen demografike. Çfarë duhet të bëjnë shtetet kur kemi rritje të tillë demografike? Se njerëzit do kërkojnë të ushqejnë, të vishen, të jetojnë, shteti duhet gjej punë. Dhe në këtë periudhë, ndërhyrja e politikave shtetërore të shtetit korean të sapo formuar, ishte dominuse dhe parsore në krijimin e një starti të mirë për zhvillimin. Nga ana tjetër, ajo që Korea kishte apo i vuri vetes si qëllim, ishte theksi tek arsimi. Dhe ne dim që sot, për shembull, Korea e Jugut ka një nga sistemet arsimore më të zhvilluara. Njëkohësisht paralelisht me këtë, ata vënë theksin edhe tek ajo që quhet kërkim dhe zhvillim. R&D, Research and Development, që e shohim shpesh. Dhe të njëjtën gjë pati dhe Japonia, ndonse në kushte komplet të tjera. Pra, janë dy modele që ecin paralel, po secili model ndjek kontekstualitetin, kushtet e veta, synimet e veta, dhe niset nga një traditë e caktuar dhe nuk kanë gjithmonë ngjashmëri. Për shembull, një nga që quhet edhe dizavantazh në rastin e Koresë është që të tëra firmat e mëdha në korporatat në Korenë e Jugut janë të zotruara janë familjare, janë posedime të familjeve të caktuara. Ndërkohë që korporatat për shembull në Japoni, që është nga bregu tjetër, nuk janë nevojshmërisht që u përkasin vetëm një familje të caktuar. Por ato janë edhe investime të individëve të ndryshëm apo grupeve të individëve. Na po flasim për fenomenin shtet-komunitet, domethënë po flasim pak në perspektivë më të gjerë. Po le të shkojmë te individi, domethënë se tha një traditë e caktuar. Shembull, kur i shoh shtetet e zhvilluara, domethënë jo domosdoshmërisht, hiç rastin e Kinës, janë edhe shtetet me nivele të demokracisë të lartë, le të themi ashtu, pak a shumë. Po në anën tjetër, zhvillimin s'po muj me nda dyqysh edhe për idesë kapitalizmit. Po edhe kapitalizmi s'po muj mos me lidh pastaj me protestantizmin. Domethënë, është një, le të themi ashtu, një shkak pasojë, efekte që të cilat mund t'i ndërlidhim me njëna tjetër. Po shkojmë te individi. Nëse
se po përsupozoj se individi është ai që ka mindsetin, ai është i pari që e nxit zhvillimin, pastaj zhvillimi e nxit atë. Mirë. Kush është ky individ? Cilat janë premisat e tij, le të themi, ideore, botë kuptimore që ai e dëshiron zhvillimin. Mirë, tani po shkojmë përsëri mbrapsh në paradigmën e zhvillimit. Fiks. Sepse Se shkum të gjeopolitika, shumë bukur. Sepse kjo është karakteristika e periudhës së parë. Pasi mbaron periudha e parë, periudha e dytë që quhet plotësimi i nevojave bazike, bazë, që i referohet periudhës 68 dhe viteve 70 deri në 80-ën, është pikërisht periudha ku vëmendja fillon të kthehet te individi. Sepse gjithë periudha deri në atë kohë ishte investime, infrastrukturë, hidrocentrale, shfrytëzimi i burimeve natyrore, pa e marrë parasysh individin. Theksi, unë nuk e solla rastësisht rastin e Kores dhe të Japonisë që e vun theksin, apo dhe të Gjermanisë dhe vun theksin të individi për zhvillimin e individit. Pse? Sepse u kuptua që të investuarit në tulla, beton, nuk ishte investimi i dur. Dhe ato mund sillnin një lloj rritje, por ndërkohë rritje ekonomike, por ndërkohë situata e individëve dhe popullatës në tërësi në vendet e dekolonializuara nuk ishte përmirësuar. Përkundrazi, në periudhën e viteve 60, edhe pse kishte investime të mëdha, njerëzit filluan të përballen me fenomenin e urisë. Për herë të parë, për shembull në Afrikë, fillon të shpërndahen ushqime, pse? Sepse ato lloj investimesh që ishin bërë, kishin dëmtuar ekosistemet, apo kishin dëmtuar dhe atë bujqësi minimale që ekzistonte, duke vënë komunitete të tëra përballë urisë. Atëherë u kuptua që nëse ne duam zhvillim, kjo nuk mund të shkojë vetëm në zhvillimin, vetëm në investimet infrastrukturore, por duhet investohet dhe te individi në mënyrë që të përmbushen të paktën niveli më minimal për të siguruar ekzistencën dhe vazhdimsinë e tij. Dhe në periudhën e fundit viteve të 68 dhe gjithë viteve 70, koncepti dhe modeli apo paradigma e zhvillimit bazuar në plotësimin e nevojave bazë fillon të adresojë çështjet e sanitetit, të vaksinimit, pra të shëndetësisë, po shëndetësisë bazë, të mortalitetit të nënës dhe fëmijës, të arsimimit, sepse u kuptua që pa individ të arsimuar ti nuk mund të çoje, kush do punonte në të këto investime që bëheshin. Vendet e dekolonializuara kishin një popullat që ishte në pjesën më të madhe ishte analfabete, lëre më të kishte aftësitë e dura për të vënë në funksion investimet apo investimet nuk arrinin të kornin maksimalizimin e tyre. Pra, dhe theksi u vu tek njëkohësisht dhe tek luftimi i varfërisë. Kjo është periudha që kthen vëmendjen te individi. Dhe fatkeqësisht nuk vazhdon për një kohë të gjatë kjo. Pse? Sepse në vitet 80 ne përballemi me neoliberalizmin, i cili kërkon strukturalizimin e shoqërisë, liberalizimin e tregut dhe heqjen e rregullave. Se deri tani kishin pasur shtetin e fortë që vendoste rregulla. Tani ato shikohen si bariera të marketit të lirë, të investimeve, të vullnetit të lirë të individit, të shpërfaqjes vullnetit të lirë të individit, e cila natyrisht që shkojnë në ekstrem. Sepse heqja pra deregulimi që quhej, strukturalizimi, çoi në prerjen e investimeve sociale. Dhe edhe pse pati rritje ekonomike nga 80-ta deri në 90-ën, hendeku i varfërisë nuk u ngushtua, përkundrazi, u rit. Dhe kjo çoi në një paradigmë të re, në kërkesën e një paradigme të re, në vitet 90, ajo që quhet zhvillimi njerëzor.
Dhe zhvillimi njerëzor u bë, si të thuash, i domosdoshëm, pra fokusi nuk ishte më thjesht arsimim dhe pak shëndetësia bazë, përmbushja nevojave bazë, por zhvillim njerëzor nga djepi deri në varë. Pra gjatë gjithë jetës... Filloj me militar, infrastrukturor, ashtu quhet, edhe tani në njerëzor. Në njerëzor. Dhe këtu kontribut të madh në krijimin e kësaj paradigme, se duhet kemi dhe një gjë parasysh, që në fillim viteve 90 ne kemi një shpërbërje të ish-kampit socialist, dhe jo vetëm. Dhe hapët një botë tërësisht e re. E re, dhe njëkohësisht duhet kemi parasysh që dhe shumë vende të tjera në Azi, Afrikë apo dhe Amerikë Latine, të cilat ishin ndarë sipas ndarjes së luftës së ftohtë, fillojnë të shohin veten më me vendimarrje dhe të ripozicionohen në marketin e lirë, por edhe në ridimensionimin e geopolitik të ri të botës. Dhe zhvillimi njerëzor, paradigma e re e zhvillimit njerëzor, ka një emër i cili quhet Amartya Sen, i cili është ekonomist dhe filozof edhe fituesi të çmimit Nobel, i cili bën të njohur paradigmën e zhvillimit njerëzor jo vetëm si kapacitet, pra aftësi për të prodhuar, po aftësi për të jetuar me agjensi i fuqizuar për të zgjedhur më të mirën për vete dhe për të bërë zgjedhjet për të cilat ai shikon vlerë. Dhe shtuar këtu dhe teoria e aftësive. Tani, zhvillimi a është koncept universal apo është edhe koncept që ndikohet nga konjunkturat dhe pellgjet e ndryshme gjeografike? Për shembull, Kina a konsiderohet sot shtet i zhvilluar? A promovon zhvillim? Po në po në të drejtat e njerëzit është mjaft e cunguar. Për shembull, në botë kuptimin tim, shtet i zhvilluar mund të them është Norvegjia. Po, jo domosdoshmërisht edhe Kina, pse? Drejtat e njerëzit respektohen më shumë. Pikërisht ju erdhët ajo që thot Amartya Sen, që zhvillimi njerëzor nuk mund të jetë pa zhvillimin dhe zgjerimin e lirive dhe drejtave. Dhe zhvillimi njerëzor nuk mund të jetë i plot, pra ajo korniza ose tabloja nuk mund të jetë plot pas zgjerimin, të kemi zhvillim dhe të mos zgjerojmë të drejtat e njeriut. Me që ju referuam Kinës, si vend i A është model Kina krahas Koreas, Japonisë? Kina është një vend i zhvilluar, neve nuk mund ta përjashtojmë modelin e Kinës. Por modeli i Kinës nuk u zhvillua si Japonia dhe Korea, që principet e demokracisë i kishin pjesë të paradigmës tyre të zhvillimit. Pavarësisht problemeve që ato mund të kenë, se çdo shoqëri nuk zhvillohet në formë lineare, do bëj dhe prapa ktheu. Por në paradigmën e tyre të zhvillimit, ato kishin vendosur dhe kishin bërë një pakt si shoqëri që do të zhvilloheshin si shoqëri demokratike. Ndërkohë që Kina ndonse përfitoi në fund të viteve 80, domethënë që nga fundi viteve 70 dhe fillimi viteve 80 e mëtej, nga investime të mëdha, nga lëvizja e kapitalit, nga vendet e zhvilluara tek Kina, me hapjen e dyerve pas vizitës së Nixonit, siç e dim, historia e Kinës është që në dekadat e saj të para ke më saktë një rritje ekonomike, por jo zhvillim per se. Sepse fakt është që në fillim të viteve 2000, nuk përkon rritja ekonomike domosdoshmërisht. Rritja ekonomike është kuantitative, ndërkohë që zhvillimi dhe progresi mund të jetë është kuantitativ, por mbi të gjitha është cilësor, është i qëllimshëm dhe është gjithmonë pozitiv. Rritja ekonomike nuk do të thotë që unë rritem ekonomikisht dhe pozitivisht unë do të përfitoj, mund të përfitoni ju, po unë nuk përfitoj. Ideja e zhvillimit që promovohet sot, a është antropocentrike? A i shërben njeriut? A tentu me të huajsu atë? Pikërisht këto... A mund, ose të le të themi, hajde që po kthehemi te Kosova, çfarë modeli ndjek Kosova? Me që jeni edhe në këtë fushë, domethënë, e njihni këtë pjesë.
Edhe po flasim tani në përgjithësi, a është ajo për hir të njeriut? Zhvillimi duhet të jetë antropocentrik. Krijimi i politikave publike duhet të jetë me qendër njeriu. Po. Dhe neve jo rrallë heri dëgjojmë politikë publike me qendër njeriu. Dhe ky njeriu mund të jetë, kemi politika me qendër fëmijën, kemi politika me qendër viktimën e dhunës, kemi politika me qendër një minoritet caktuar, kemi politika bazuar në të drejtat e njeriut. Kjo gjuhë që na përcjell duhet normalisht të reflektohet në politika, në koncepte dhe të përbëjë, si të thuash, bazën e që nga gërma e parë e politikës publike deri te e fundit. Që nga hartimi i saj deri në përmbylljen e saj, në vlerësimin e saj. A i shohim këto neve gjithmonë? Nuk është e thënë të shohim gjithmonë. Edhe unë do të them pse nuk i shohim gjithmonë. Dhe këtu vim të ajo faza, të paradigma e fundit aktuale, jo e fundit, po aktuale që ne përjetojmë me zhvillimin, që është paradigma e krijimit të zhvillimit të qëndrueshëm. E zhvillimit të qëndrueshëm. Dhe çfarë i ka shtuar konceptit të zhvillimit njerëzor, zhvillimi i qëndrueshëm? Ka shtuar pikërisht mbrojtjen e ambientit, barazinë gjinore, rritje ekonomike e qëndrueshme, dhe sigurimin e paqes dhe kohezionit social. Që bie shëndet mendor të qëndrueshëm. Jo. Jo. Kohezioni social është pikërisht ajo mbyllja e hendeqjeve të pabarazisë. Dhe nuk do thoya e shuarjes, po e adresimit të burimeve të konflikteve sociale. Ndërsa për paqen, flasim për paqen në aspektin primar të paqes, jo thjesht vetëm paqes sociale, po paqes në botë si një gjendje paqeje. E cila, natyrisht, sot neve nuk jemi në gjendje paqe dhe zhvillimi që neve po përjetojmë në mënyrë të veçantë që nga janari i vitit kaluar, kjo është bota me cilën neve nuk jemi mësuar. Dhe njerëzit dhe njerëzimi kur vëre ose përjeton oscilacione të tilla, gjë e parë që bën është të mbahet fort tek idet që ka pasur. Bëhet konservator, kthehet te do të konservoj, jo të bëhet konservator, do të konservoj, të ruaj diçka. Të ruaj dhe kthehet te praktika, kthehet te eksperienca. Nuk mund ta kuptoj se si një gjë që i ka funksionuar duhet zhdukur dhe duhet hequr dorë. Unë do të thoja që neve nga 45-a deri më sot, po flas për Evropën. Edhe zhvillim është ideja antikonservatore, mund të them, deri diku. Është se kërkon të re, kërkon gjëra të reja, të paprovuara. Megjithatë, kërkon gjëra të reja të paprovuara si pjesë e zhvillimit, por jo si pjesë e kreativitetit të domosdoshëm ku anashkalohet ose hidhet poshtë çdo gjë që është e mirë me vlerë dhe traditës. Dhe këtu vim te një element tjetër i paradigmës së zhvillimit. Elementi i të pasurit kujdes. Apo i përkujdesit. Dhe nuk mund të ketë shoqëri njerëzore, nëse i referohemi Heideggerit, i cili e sheh kujdesin si bazën fondamentale, fundamentin e shoqërisë njerëzore. Pra ti nuk kujdesesh vetëm për veten, apo për mirëqenien tënde, apo për ekzistencën tënde, por ti nuk mund të kuptohet ekzistenca jote individuale pa ekzistencën time. Jemi në fund të emisionit edhe një pyetje. Zhvillimi a është linear, a është ciklik? E tha prapa kthim. Linear nuk mund të jetë. Nuk mund të jetë. Neve mund të kemi për periudha të caktuara një zhvillim, një ecje lineare, pra një progres deri diku, por historia e njerëzimit ka treguar që lineariteti nuk është tipar ose bashkustar i shoqërisë njerëzore. Dhe unë jo rastësisht thash që ne për këto 80 vjet, për këto 80 vite kemi pasur një paqe. Tani paqja nuk është më dhe jemi duke u përballur me zhvillim me ndryshime nga më
të paparashikueshme dhe nga më të papriturat, me të cilat neve duhet të përballemi. Po, unë do të thoja që njerëzimi nuk ka zgjidhje apo zgjedhje tjetër. Sepse në tërë historinë e vet, këtë gjë ka bërë. Është përballur, si të thuash, me rrezikun e zhdukjes ose dhe të mbijetesës, pra figurativisht ose literalisht me vdekjen. Është i dënuar të hapëroj. Është i detyruar të punoj për jetën. Dhe në qoftë se do për ta mbyllur, meqense jemi në mbyllje, unë do t'i referohem Camus. Camus që thotë njeriu nuk ka lidhje me vdekjen, sepse nuk e njeh, nuk ka njohje me të, ka vetëm me jetën. Dhe për këtë ai është i detyruar si Sizifi, ndoshta nuk e arrin qëllimin final, por nuk ka zgjidhje tjetër vetëm të përpiqet për jetën, për dritën. Shumë e bukur kjo. Sa do doja ta kishim edhe një emision tjetër për letërsinë, megjithatë, të falenderoj shumë që ishe në paradigmë. Faleminderit juve. Sepse 40 minuta fluturuan, domethënë shkuan shpejt. Po, uroj që të kemi herave tjera edhe për letërsinë, pse jo, po edhe për idenë apo raportin e zhvillimit dhe rënjes dhe ngritjes qytetërimeve. Sa ajo do të ishte një temë me interes. Me kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, erdhëm në fund të një episodi tjetër të paradigmës. Uroj që të keni kaluar çaste të mira në diskutimin ton për zhvillimin. Vazhdojnë të qëndroni me TV1, mirupafshim dhe natën e mirë.